Mirë Malket. Hello. Mirë se erdhe, dashur. Merci me të prit. Faleminderit shumë që erdhe. Hajde, rehatohemi. Kjo është vendi për ty? Qysh jemi? Rahat. Qysh I ke mas ditet zakonisht? A I ke shumë qeta në shpe? Zakonisht qeta, veç këto kote fundit pak ma intenzive. Në aktorët e kena si këngëtar të verën, tash qitë kohë me shfaqe me projekte. Së fundmi jemi gjirime të diçka jetëri, a? Po. Okej, s'po dal me fol ma tepër. Ajo është në zhvillim e sipër, kështu që po menej që shumë shpejt se... Okej, kur ti vjen momenti, zbulohet me ty jo. Se na krejti bojmë për publike dhe për njerës, kështu që... Kur vjen momenti, ma ndje marim vesh gjithë. Okej, bukur. Unë kom pa Alket disa video në Facebook, më dalën duke se as shumë I shpërnda, me thoni një disa sekundë. Edhe unë diva keq pëse s'kom qenë prezente, edhe pa ta shumë... Shumë njerës më kanë thonë njëjtë për shkak që është fillimi paka shumë prej prezentimeve të mija të para në stand-up, edhe shumë njerës më kanë shkru pëse s'na keftu. A kime bu një tre, që ta nisim për të soj. Kur ka me qenë stand-up komedia radhës? Ka me qenë shumë shpejt, ka me qenë në Gjilan, edhe ka me qenë Ravec, Prishtin, se po tash ka fillu edhe si stand-upit një farë rryme, edhe ka njerë tjerë që po punojnë edhe është shumë mirë për shkak që mundu me shku edhe në qytetit tjera, e po më interesan qysh kanë me reagu ata me qëtë humorin tem, për shkak që në ka njerë. Din me menu, mos është veç për shoqnin tonde, ose veç për një rast të ngushtë, po më interesant që kanë me reagu njerës të tjerë. Okej, bukur. Unë kësha pas shef, kur t'jesh në Prishtinë, dhe t'jem një prej... Dhe ta bëj një sesë speciale. Qysh u profilizove me thonë, ose qka tërheki stand-up komedia, që mi abu vete se është përgjithsi shumë e madhe, njerëzit munden me mendu që është super e thjesht, hajdel aty, edhe po në fakt me I bo publikun me qesh, edhe me dit me majt një loj zhvillimit të ngjarjes, është bukur e vështirë. Po, prej shumë e re, në stand-up kur ka qenë skena up festivali teatris, pëti apo të kujtojt, pa të nëftu me bo hapje, edhe hapje të festivalit zakonisht bohen marrë këtu se nuk bohen gjithmonë me një frymë serioze dhe s'kena hapi ka pas gjithmonë shfaqje shumë interesante, eksperimentale dhe kure pa ta bo hapjen e parë, e pa ta bo një farë karakteri një aktore që është shumë dive dhe ashtu adin nuk e një kërkan edhe ka një farë e pa ta bo një farë narcisiste kështo që është obsesionume me vetën edhe pa të shku shumë mirë. Edhe njerës prej asaj here ma ndje pa ta imitu ati fete Jahjakë një herë, jënë konë hapje që jënë konë gjithmonë me diçka interesant, me naj risi, me naj e ma ndje prej atjerë që të krejt njerës të ma bo, pëse s'po bëm prap diçka t'il, edhe qështo kemi pas një farë performance me Hevit me bo me cilin, ma ndje qika s'ken këni, se na jemi 4 në grupë të Hevit, Hana Visa, motra jam Lola, edhe ato s'ken këni, ma ne mëftun mu a kështë bo stand-up. Thash, okej, unë e kom bo ma herët, po mrapa një karakterit, edhe mrapa karakterit është pak ma letë. Po, se ki një distancë, e në stand-up më shkoj mirë ma ndi, thash, pëse mos me bo, pëse është diçka që I mungan edhe qytetit, edhe njerës kanë shumë nevoj me kesh, sidomos që të kohë që ka plot probleme, ka shumë shfaqet janë gjithmonë me shumë vujtje, me shumë storje tragjike, drama, do me thonë, të në kohën është I fokuzuar audienca për balët me... Edhe jetën e kanë vështirë, kështu që stand-upi po vret që I piju mungon shumë diçka e cilë edhe po ka shumë interesim po kalojnë te për mirë. Kështu shumë njerëz ma bëshin ma këndreq javën. Që ajo shumë lezet me nisi. Sa ko të duhet, ose që për shembull në rastin e stand-upit të 15 tetore që e pate, sa ko të është dasht mu përgadit edhe tash atë sa ti donë me zbulu prej sekreteve tua në mënyrën e përgaditjes, po a ka material realiteti shqiptar? Se me ashtë sa kom po, aty je bazu, ku ka qenë fokusi jëtë? Ka si në stand-up edhe kështu, e kom vrej që njerëzit ka nevoj me një vetën të reprezentum. Dhe tash me situata tjeshta, për shembull për dishmëris, scene që nështë jo gjithkosh I dokën absurde ose banale,
edhe unë që ato pjesë i marë edhe përgatis ma shumë si kur skeletin, le të themi, si kur trungun e mandej që ka do që thëmë, ose që ka do që dikon prej publikut, për shembull nëse e përmendi, ose ato janë edhe të momentit, edhe njerës prej ato sene njën edhe ma mirë, edhe mandej lidhen edhe ma shumë e ty, edhe lirohen ma shumë. Për shkak që sare kom bo stand-up, krejt kanë mendu që aty për aty e kom bo, e që ajo është një farë, mu po mdo këtë kompliment, po tash spedia ju ka dok natyrshëm për shkak që jenë mësu vetë të shfaqe me po, edhe në komedin e kanë hasë veç në për skeqe, në për sene, kështu që stand-up i pju do këtu se veç po dalë edhe po folja, faktikisht është ka gjanë një kohë që të vynë me përgadit, po janë edhe disa storje që ti e din që njerëzive kam ju do që sharake. Për shembull me hevit, kur e kemi pas pullthin që e pa të mboq, kena shku në polici, me i lajmëru njerë që na kanë kërsnu, ma ndej polic që shkanë reagu me foton. Ajo storje gjithmonë me gjitha audiencë ju do këtë interesantë dhe është sen që sharak, për shkak që krejt e din. Qa ka qenë kjo, ana kujtëm pak për... Pa të mbo pullthin për 14 shkort, kemi bo si një reagim për mbështetjen e komunitetit LGBTQ. Edhe njerëzit e kanë thirë policin, nalë një dëqika se jenë të u puth në shesh. Adën të mendu që ku me di që kanë menu që të nditën, ana faktikisht veç foton e kemi bo si fotoperformant. Edhe njerëz të menu që në aporim të nditën, 24 orë të u puth, e kanë thirë policin, kur shkum, ata polic në abonën. Na kanë lajmëru për juve rastin e ju, na shkum për më mbrojt, ata njerës të i thirë për me në ndalë. Kur shkum polis thanë, a më në me pa njerës dëshim shmi spegu që ka bojna, se na bojnë performancë, ishim grup artistik, na për ishim pa e një organizata, që ka është puna, do ishim të me thonë me... Edhe ma ndej përfundun, ashtu të thonë, bojmë shfaqet vogla në për rrugë, ma ndej të nga bo, a më në me pa fotën kër e panë tanë, a për qëta e keni a veç hekne? Ata policia, do me thonë për ta i shkit e letë, për neve ishtë diçka që na dojtë së ishim ju, por na përdoj me maj qëndrim. Që si sene që janë storje, për shambull, kër shkallë me pagu rrymën, që silën ato, të shalteri, që shketi kalom që ato sene, që ta bojnë, ta kena hopë rastin, a din të sofo, ta bojnë shumë të madhe për një sen shumë thjeshtë, e njështë e gjenë që torë që sharaki që të situata. Qa është një storje që ndërshta e ke përgadit për me kun pjesë e stand-up komedis, po i ke pas ato dilemat e tua, mësë ndërshta nuk ka me qenë shumë... Ndërshta nuk është koha. E përgjithshme dhe nuk mundë njerëzit me gjithë vetën si histori. Ka plot storje që... Por që ka dole kundërta, për shambull, e kanë pranu. Që kjo, për shambull me policinë, se one më anti kërës të regaj aty tani, one him budalakinat e mija dhe aty... E ishtoj aty arte, e lullaj që është duhe. Në qëta se kom pri që kam ju do këti shka shumë interesant. Sare e bëjnë për stand-up, ose të regoj se storje keshën shumë, ose me diçka që se kom prit, disa pishpreje që one në ashtaj përdori njëtë përdeshme që nuk më dokën mu ma që sharake. Aty në ju dokën shumë që sharake, ose që shtëm pa lidhje, ose adin për qëto shpreje. A ka diçka, ose a je prej tipave që në këtë rastë të stand-up komedis, halo po mbes të kjo, a hynë me i dëgju vetë, masit përfundojnë, edhe qka nëzirë prej tëne? A i këshyrë gjithmonë me sy për kritik që me marrë shënime pak për mirësu për tjetërën? Se fillimi është edhe zoni jem është kam irritant tepër, të din është ta qysh është. Nuk e di, po më duket që kjo funksionon, Arbra, të pengon zoni e ty? Po, është një ndinë ma që dëshme. është sidomos në fillim, edhe sidomos kur e shetë se unë e në qëto situata, unë edhe kur dalë me shoqni, ose me njerës, unë jam aja që budala kavna, bëj fore dhe bëj emoj, si me thonë atmosferën, kur shkajnë shpet, që ta është sikur me nda një moment super intim të ndin, edhe me pa këtë njerës, tu kesh me ty, kështu po do këtë, ose sete prova që ka shumë. Ama për publikos, dhe mos i dëgjëm për herë të parë, janë shumë të këndshme. Për shembull, nësot jemi të hanën, e kemi njësë javën në barë, për të pësoj dhe ishtë tash. E pse ju mës me vazhdu edhe me qeshme. Për në ndonë një histori për që ata, për mu edhe krejt ata që nuk kemi qenë. Unë menova një histori me ja të regu që se kom të regu stand-up, po që është e re edhe është interesant kur kom qenë vogël. Shkojshim ma halë se dia për ju kujtojt juve në theshim për kishe kurse anglisht me mësua, faktikisht në mësëshim për fej. Edhe aty në jepshin libra fetar, edhe tash aty në mësëshim u falë, mësëshim kështu.
E tash ajo, na shkojshim, se na fëmi, shkojshim edhe në shtëpit Zotit, edhe në shtëpit Islamit. Do me thonë, shkojshim edhe për Jezu Krishtin, mësojshim edhe për Muhamedit. Se në shtëpit Zotit na epshin dhurata, edhe na si fëmi nuk na nike. Tash ku shkojshim aty në shtëpit Zotit, neve na u bëjkja ajo gruja. Tash është ajo pjesa ku lutemi për Jezusin, na ja bëshëm falë, vesh na a bën mu lutë kështu për Muhamedit. Mandej kjo, që shkojshim të kjo për Islam, që na mësojke na patson, shkoni ju dhe thuni atyne që Jezusi nuk është djali i Zotit, tash ajo kështë me na shtinjeve në fërk. Na shkum si fëmi edhe shkum me nërvos, të mdhe fosun kështë na Zoti joni vërtet është Allahu dhe Muhamedi është pejgamberi i tij. Adin kështu, me mësime prej njënës shkollë, kur henëm aty, ata na bënën e ke Thanksgiving Day, edhe ata na e pikturojshin kështu lepër, na bënën, apo dërë me të bo lepër amat, na tigër, pa që ashtu e hëngërëm një herë forën se fëmi. Do me thonë që aty e shetë që fëmija nuk ka diçka, nuk ka negativitet edhe nuk ka, po ajo ka një historie shumë e lezeshme që halo, po me nej kom qef me shku që aty ku o dashnia, edhe përse nda diçka me fe, nëse kësha të regu na historie janë qështo, diçka të lezeshme për shkak që s'kom qef me prejkë. Besimin e dikujt, se edhe ma bojnë shpesh pytja a kina i limit, nëse ka diçka kom qef mos me ko një grup muni marginalizum, nuk isha pas qef as një grup muni që nuk janë të mirë se ardhën. Mos me cënu integritetin e kërkujt. Ose integritetin e kërkujt, kom qef krejt muni mirë. Bukur. Ma do gjë një pytje, po mirë që e morëm përgjigjen. Qka është një realitet në mesin e krejt tyre historive, që ti e has shumë shpesh në shoqërinë tonë edhe që kishe preferu me undryshu me njëherë. Pra, diçka që po ta kishe ndorë, si fenomen që na shqetëson krejtve si shoqëri, çka duhe me ndalu së bëri si shoqëri, ose? Çka du me ndalu së bëri si shoqëri, ai shumë sene, po mdo këtë që qëtash ka njerës nevoj për sinceritet ma shumë, ka nevoj për hapsina të reja, ku njëhen komunitet dhe ku njëhen që përkasin dikone. Fatkeqësisht nuk po ka shumë gjarje, për shembull me qitë stand-up, për një me e kom vrit mungesën e njerëzve muni që dikush po foli dhe për ta. Për shkak që ka njerë dhe artistat harrojnë që filmat dhe arti bot edhe për njerëz. Si me thonë, jo veç për artistat për artista. Zakonisht na bojmë art, si me thonë edhe publiku jonë, shumicën e rasteve janë artistat vetë. Për me thy që ato barjera i shkon mirë me involvu pak publikon, me involvu pak storje matë për dëshmëris, matë thjeshta, jo shumë dramatike, jo shumë traumatike. Për shkak që kemi qefna me qenë pak dramatik, teatri, sidomos, filmi, i shkon mirë me pas edhe storjet bukura, thjeshta, që një të nko e tregojnë një realitet sociale, politike, krejtë. Se mund është me një storje shumë thjesht, me prejkë shumë. E vërtet. Pika. Në një prej storjeve që tregove, fole për një pjesë të fëmirisë tënde, po qysh ka qenë Alketa krejtë si fëmi? Ma përmende edhe motrën? A ke vlog tjetër? Me motrën, i kam 3 motra ma të ndaja, vla nuk kam. Me motrën e 3 jam shumë e lidhën. Po kur jena konë ma të vogla, ajo nuk më ka dasht mu hetë se unë jam konë ma e vogla. Edhe unë i kom shku për mazë gjithmonë, e ajo u pat rriti, pat bo një simpati, e zdojkim, unë i janë një historiet, unë i amersha e ledzojsha ditarin, dhe unë jam konë fëmi i keqë. Se unë e si e mersha vesh kone ka simpati, bëjsha, Lola pedën, do me thonë gjithmonë jam konë a njeri që krej kom dasht me nejt me të, po që ai refuzimi më ka bo ma nej me nga të mu edhe me. Okej, Alket jam krejt në fond, po nuk du me të lëshu pa fol pak, sepse i edhe shumë aktive kur vjen puna të drejtat e grave edhe të feminizmi që nga një herë, biles edhe unë këtu shpesh e shtroj si keq interpretim edhe i vetë termit. Qka ju thu djemve dhe vajzave të reja që feminizmi nga njerë e keq interpretojnë si dominancë, si inatë ndaj burave? Është shumë problem për shkak që feminizmi, fatkeqësisht edhe vetë feministët aktive ose organizata din me i bo munit marginalizum burat, edhe mendoj që duhet edhe ato me menu edhe për burat,
edhe do të me mentu një farmyre për shkak me hevit kemi pas për shembull performanca që janë direkt për problemin e qenju një të burë me një shoqni patriarkale. Për shkak që ky sistem nuk na, si me thonë, nuk na bjen mirë as grave as burra. Për shkak që kjo shtypje nuk vjen veç për gra, vjen edhe për burra. Do me thonë janë shumë përgjegjësia financiare mbi te burri. Rritja në dhunë, ambjente super të dhunës, ku ti duhesh me tregu që je ma i forti, ku ti s'guxon me kajt, ku ti s'guxon me folj për emocionet tua. Ku për një burrë është shumë e vështirë mu rritë sot, sidomos me një shoqni që ton kohën e shtyp edhe e për ujë. Kështu që me kuptu që feminizmin në thellësi edhe qëndësisht ka lind për shkak të pabarazis edhe dënë veç barazi. Edhe synimi ka një shoqni qëndosh, jo përqarës. Për një shoqni qëndosh edhe për një shëndet mental, sidomos kohëve të fundit kemi nevojë shumë. Për shkak që po shihet që situata ekonomike, sociale po na ndikon krejtve keq dhe ka rritjet numrit të madh vrasjeve, të depresionit. Elket, për me bua dhe një barazina këtu, se na dyja folim, po e kom edhe Arbrin që nuk du me ja marrë minutat për me e mbyll me një këngë. Ke shumë knatësi me të pa, e shihemi në stand-upin e radhës, Po, qysh. Arbër, për ty koha e shihemi nesër meq.